Përshëndetje, nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur përgatit ëmbëlsira të shpejta edhe shumë të shishme. Përgatiten shumë shpejt edhe ka një knoçka shija. Krejt që ka ju nevojitën janë 400 gram ose ma shumë. Sot do një këso biskuta. Aja plecën thirën pra se quhen e Kaufland dhe gjeni me Blehauser. Fanta komore, kom qitë një bakall të madh, 5 përforcus të kremit edhe 1 liter halta. Nëse nuk jeni halta kështu të Kosovës, merrni pra shlagzane, vetëm që duhet 1 liter kur të merrni shlagzane, mja qitë edhe sheqer pluhur për me ëmbëlsu. Këti halta s'kemi nevojë, dina sepse është sheqerosur. Tash e marrim pra bismillah 1 liter me halta dhe qesim në një enë. Shtojna me një herë 5 përforcus të kremit edhe i përzina me mikser derisa të troshet. Tash i marrim 5 përforcus të kremit, e qesim tek halta edhe i përzina pra me mikser tundë derisa të troshet mos. Halta tash e nalim mikserin, e marrim një qese që është shpeci të urteve, pra e mbushim edhe e ulim i lagun, për ndryshim biskutat me Fanta. Tash e marrim biskutat edhe i lagun pra në Fanta, e renditim në tepsi ose në një tabake, kthejnë kështu për mes. Tash të basi kemi lau pra në Fanta, biskutat, morim shlagun edhe i lina në mes të gjitha tjerat biskuta prap, i lagun me Fanta edhe ja qesim për mi pra. Tash të i renditim pra biskutat për mi të gjitha edhe kështu deri në fund. Edhe ëmbëlsia duken kështu, i kom përfundu. I lani në frigor sa nëse dani, nëse nuk dani, ju bofshin mirë, janë nisë me njëherë me konsumu. Unë i kom përgadit kështë nëse vjen pyetja që ka e në gjithë të ëmbëlsira, i kom përgadit se jem të familja, jemi familje Kallablak, alhamdulillah, kështu që Kallablaku e ka ato të vetën, se cili ka një ëmbëlsirë. Nëse i provani lumë shënduar, të ju bafshin mirë, shumë të lehta, shumë të shishme dhe të shpejta. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them miru pofshim.